wow, qysh e mbullu me nipple piercing. Falat ta bëj një pyetje, bënia dhe ju. Këna e pargjikimi, wow, qik, çka po lyp ti këto? 56 vjet I ka bë dhe ka bë lips piercing, migrena piercing. Ndikon shumë te shumica personave që kanë dhimbje koke. Një piercing, një infeksion I piercingit mundet më dërgu edhe në operim. Shumica vinë me çat dhimbje, ka pas efekt. Like, hangsh me lung të katit. Po këfalisht mi vjen që I pash gjithë mirat e botës. Përshëndetje, unë jam Ita Hoti, jam artiste e piercingave. Unë me këtë punë mirë nasi 8 vite, po ashtu e kam danë me një farë pjesën e infirmierisë. Mu ka lidha ashtu me profesionin që me mujt me vazhdu edhe të pjesa e piercingave. Në këtë punë ja kom nisë krejt rasisht, njëherë jom hi si përkthyse e gjuhës shqip turqisht, anglisht shqip. Mandej të e dit aftësitë e mia që me pjesën e një injekcioneve, infuzioneve, jom kanë shumë e aftë, kom thamë pse jo me provu edhe pjesën e piercingave. Mandej kom vazhdu, jom shku në Turki, Istanbul, I kom marrë disa lajme se që shkon, që duhet, çka duhemi me bo, edhe kom vendos atje me specializu për piercing, jam diplomu me në Istanbul, edhe mandej dishti fati, sot e kom temën. Në fillim nuk e kom përjetu absolutisht mirë. Qefi, okej, unë e infirmierin prapë du, më flenë me një pjesë zamrës, po për një qik e orën e komplet për një vend tjetër, jo të Prishtinës, të e pas parasysh që paragjykimet, sanet janë pak ma ndryshe, nuk është që ki paragjykim vetëm për pjesës rrethit tjetër familjarës o lagjës, po ki paragjykime edhe për pjesës mbrëmshme të familjes. Kër jom hi për herë të parë, ma kanë bë krejt çka po lyp ti këto. Se kom pas të bëj edhe me tatuazhe, njëkohësisht bëj edhe dizajne për tatuazhe, mirë na krejt çka do që I përket rreth një profesioni për tatuartist, për fat e keq veç puna nuk e kam nisë me bo për tatuartiste. Mandej u këna I pargjikimi, wow, qik, infirmiere, shkollë për infirmiere, qa po dënë këto, nuk është, nuk mundesh mja dal. Pse ti këto? Vajzat e kanë pjesën tjetër, njaj estetik diçka tjetër. Po thjesht une që aty deshta dhe që aty shkova. Mas shumë të që kom një për krajen ka qenë vllajem edhe I thëjume jam. Që në kanë okej, ti po dojnë bëne, na jem për mas teje. Mandeja nisën edhe familjarët e me, mami, babi, që okej, e kuptun se nuk është një punë që munen me ba vetëm të hujt, munen me ba dhe pjesa tjetër, edhe femnat munen me ba. Kështu që mandej vetëm shkova të më gjetë mbështjetën ma shumë të familjarët e me, ndërsa pjesa tjetër nuk u kanë kur më rëndësi për mua, kështu që jemi mirë. Në atë aspekt jemi mirë. Atë në Turqie ku më shtru, edhe pak në Kanadë, në Karadë tash, se ma dhe në Kosovë. Kom punu edhe ma herët në Kosovë, para se më shku në vene tjera. Ku është dallimi? Çka bujnë ata që s'bojnë ata? Çka bujnë ata që s'bojnë ata? Dallimi është këto. Te pjesa kanadezëve janë njerëzit ma qeltë, ma të butë, ma dashën, jo paragjykuesa, edhe nuk kanë frikë me eksperimentu nga për trup me të gjitha piercinget. Edhe në Turqi është I njëjti sen. Në Turqi bojnë ma shumë femrat. Për shembull janë pikturat, janë filmat vizatimor, animuar, që ata nuk kanë frikë me I bo. Në Kosovë nuk është që I bojnë. Në Turqi cila ke? Në Turqi në përgjithësi krejt I bojnë. Nuk ka, ata janë, të pjesa tatuazheve dhe piercingave janë shumë ma nalë se na këto. Janë pak ma ndryshe, nuk I tutën, eksperimenteve nuk I tutën. Fillim, unë komenu që okej, pjesën love piercing, death, këto kanë me qenë ma prezent e belly piercing, sa është një piercing ma I thjesht. Edhe ka pas kërkesa vetëm rreth këtyne modeleve. Ndërsa kove të funit ka për taunç, pjesën e gjuhës, ka të pjesa vetullës, ka të dermal back piercing, ka kërkesa shumë. Nipple piercing që sa më kishë pyetje mu para 5 viteve se a ka persona që kërkojnë nipple piercing, të kisha thënë me plot kuptimin e fjalës jo. Nuk ka as femna, e meshkuj që nuk kisha ardhur në shprehje hiç. Ndërsa tash është krejt e kundërta. Ka dhe meshkuj shumë që bojnë nipple piercing. Ka dhe femna, po tash është pjesa tjetër që edhe meshkuj ka. Krejt çështje estetike është. Çështje estetike. Ekspozimi është më I bukur. Te moshat madhore. Tu e ditë na që njerëzit
janë pak ma ndryshe, ma shumë paragjykojmë, jem popull që jem pak paragjykos. Moshat madhore u kanë që u ardhë 56, po 56 vjet i ka ba dhe ka ba lips pursing. Nisan që shumë pak mundet me ndodhë në Kosovë. Nuk po të flasë për persona që janë le, janë rritë pjesën e Evropës, edhe e kanë ma të letë, se shohin pak ma shumë, kanë pa pak ma shumë. Ndërsa, me moshën 56 vjetë, me nejtë vishë në Kosovë, edhe me ba u kanë për mu, wow. Edhe tjetra, të e pas parasysh që na gjithë i shohim gratë mbulume, menojmë që ato nuk kanë drejtë sen, ato nuk bajnë sen. Jo, nuk është ashtu. Kam super vajza, gra që janë shumë mira, janë shumë qëllë, janë mbulume, edhe bajnë piercing. Bajnë pjesën e veshve, bajnë nipple, bajnë belly, që është krejt mëse normale. Tu i qenë që nuk kam pas shumë informacione rreth shamijës ose drejtave ose ritualet se çush i kanë, kur ka kërku personi nipple piercing, më thanë, okej, thash, falë, ta bëj një pyetje, bëni edhe ju. Se për mu kanë pak ma, wow, qysh e mbulume me nipple piercing. Po nuk është ajo çka na shohemi ose na menojmë. Është komplet tjetër çka. Piercingu më i shpesh për kohëve të fundit është migrena, daith piercing. Daith piercing ka ndiku jashtëzakonisht shumë te 99% e personave. Nuk është diçka që është e shkencume, që është okej, 100% që kjo ka me kry punë, shkencarisht. Po, për te disa persona po ka super efekt. Qysh bëhe, qa bëhe? Te pjesa brendshme e veshit është një pjesë e kapilarët i cili vendoset, bëhet intervenimi dhe vendoset pjesa e votit do të me qenë medical titanium, vendoset pjesa e votit në pjesën e brendshme të veshit dhe ndikon ekstremisht shumë. Për këtë arsye, na e bojmë të gjithë personat, nuk është diçka që mundëm me letra apo me shkencë me vërtetu që ka efekt, po në bas klientave që kanë pas dhimbje të tmerrshme, shumica vinë me qatë dhimbje, ka pas efekt. Edhe ta mandej kena nisë që edhe na me vërtetu se okej, ka efekt, se vjen një person për një familjes, dërgon familjarët vetë, dërgon rreth shoqëror, edhe kemi kuptu, okej, se që kjo është ka punan. Edhe që ka me bo, na jemi mundu sa ma shumë që me përhap, mi ju të regu njerëzve se dëgja. Na nuk mujmë me plot bindje me thanë se është e vërtetu me që kjo, por është pjesa tjetër e qytetarëve që e pranojnë vetë, që kanë ndiku. Për shembull fjala që më ka ardhur, nuk e kisha anin, ose ma kumujt me një kur më kanë e vogël ashtu, po kumujt edhe nashti me haru, hangsh me luk dukatit, që për mu u kanë, hangsh me luk dukatit, që me bukfalisht i bjen që i pash gjithë mirat e botës, sikur që shpesh që e marë, ose të lumë dora e artë, ose falënderimet të jep Zoti krejt që ka dënë, që për mu janë amazing, më të thani njeri huj, që edhe me ditë vetëm me ditë që ti e ki bo një punë shumë të vogël, që atina ja ka ndryshu rutinën e jetës, është mundi proud. Kështu që për mua është shumë nice. 30% nëzve se dijet se janë, mase operaj këto, ponaj këto, kam të Podojevës shumë, të Mitrovicës kam shumë, Gjilanit kam shumë, Travecit ka, Pevenet ka dhe janë. Ka Prizrenit gjithashtu, Skenderajt, bukfalisht muj me thanë, pe kejt veneve në Kosovë. Për fatë mirë, tash kam edhe super klientat mirë, super njerëz edhe pej Tiranës. Edhe pej veneve rurale të Tiranës, Pukës, veneve të Përmetit, për shembull Shkodrës, ka në vende ndryshme. Çmimet varojnë ndryshme. Çdo piercing e ka çmimin tjetër. Belly piercing, çmimi është 30 euro, bashkë me vathtonin, pastrimi, shkurja, vendosja vathit është 30. Ndërsa, pjesat e veshve i ka çmimet e ndryshme, lobi është 10, hunda është 20, roku 25, fleti 25, çdo herë me materialet tona. Se shpesh herë marrim pyetjen me vathtonin apo me vathtamin. Jo, me vathtonin. Se për arsye se unë e di çfarë produkti përdori. E di se çfarë materiali unë e kam. Edhe unë muj më t'ja përgjithësi për materialin tem. Ndërsa, janë disa vende që unë nuk muj me hap frimën ose me bashkurin e veshit ose veneve tjera,
duke mos e di se çfarë materiali ki. Se çdo herë materiali ka lu një rol super të madh. Mandej lu një rol edhe pastrimi. Shumë shpesh a marr pyetjen, nuk po guxoj me bë piercing se po më infektohen. Pjesa e infektimit ndodh nga mos pa kujdesia, materiali i dobët, po ashtu edhe te puna e mirëmbajtjes. Çdo piercing që vendoset duhet me pas një mbajtje tërëpsisht të kujdesshme, jo vetëm e bona piercingin, pe mbylli derën edhe eca une. Çdo herë duhet me pas kujdes me pastru veni me qenë shumë i pastër, jo me duart pa pastërta, çdo herë mundoni me dorza, përndryshe s'keni dorza sterile, mundoni me sterilizu duart me diçka që me mujt me prejk. Çdo prejkje e vogël mundet më kanë kurgja për ty, po mundet me pas damin shumë të madh. Të ja fillu prej infeksionit të brendshëm deri infeksioni jashtëm. A dhe diçka që po du me cek, i dëgjoj shumë se okej, është piercing, po s'është san, kalon. Jo, një piercing, një infekcion i piercingit mundet më dërgu edhe në operim. Mundet me shkaktu aq shumë infekcion të brendshëm që ti mundesh me shku edhe në operim. Po flas sidomos për të pjesa e veshit. Janë disa pjesë caktuara që duhesh me pas kujdes. Sanin që i tham me pas kujdes për belli është mos modjersit. Mos me prek me spreja që i kemi, body lotion, e na femna që jemi pak ma ashtu ma të fiksume. Po ashtu me gjinse streqet të ngushta ju. Te pjesa, sidomos javën e parë me pas kujdes pak nga pej veshjes, sportit, po ashtu sprejave, kremave, edhe mënyrës uljes. Se sa mundesh me prek pjesën lart ose pjesën poshtë. Se krijon rrëmje, djegje e lëkurës, shtypje. Edhe automatikisht vati mundet me rshit. Si çdo është më zbulu me një farforme nuk kisha thonë, se çdo piercing e ka të bukurinë e vet, çdo piercing tim edhe në bazë piercingve mundesh me kallzu edhe veten tënde, pra shitjen tënde. Po na menoj piercingat që nuk i preferoj çaq shumë. Është back dermal piercing. Në përgjithësi dermalat. Arsyeja pse? Nëse bëjmë krahasimin me pjesën e jashtëm Evropës. Në Kosovë kanë shumë pak për kujdesja. Domethënë, unë çdo herë ju tham, okay, pjesën parat kokës që fytyrës që e bën për dermalin. Duhesh me pas kujdes te pjesa e make-upit. Duhesh me pas kujdes te pjesa e skincare-it. Duhesh me pas kujdes te pastrimi. Se çdo mbetje brenda është shkaktori i infeksionit. Tu e di që na femnat jemi të fiksuar mbas make-upit, nuk mundem me bë pa make-up. Po harrojmë edhe atë pjesën që duhet me pas kujdes. Te pjesa e fytyrës po flas. Ndërsa te back dermal piercing është pjesa e xhinsave. Dhe më thanë ulja ngritja në fillim. Dush me pas kogja shumë kujdes. Ta ona pastrimit, ta ona se qysh apo i lëndon, as po i lëndon. Janë disa femna që janë shumë fiksume me pastrim. Edhe e shoh se kur të vinë, e shoh çfarë gjendje o veshje, ose shpuarja, ose kthiza, çka do që ka bo. Po edhe një pjesë tjetër e anashkalojnë. Edhe apeli që e bëjone mos e anashkaloni. Se çdo anashkalim i juji mundet me qenë drastikisht i egër. Kështu që me pas kujdes te pjesa pastrimit. Shumë mirë. Kohëve të funit e ka një kërkesë për du eyebrow piercing si bejti. Shumica vinë me foto bejtis, a dhe thojnë për du fix si bejti, ja. Bile shpesh unë e bëj hajgore, tham, dhe gja, po tjetër forme ka synin edhe vetullën bejti, ndryshe e ki ti. Po pa tjetër që e bëjmë. Edhe, si që të regova për dermal, është Dafina Zeqiri, ikona. Çdo herë, div. Vinë me foto Dafinës, për du fix që shto. Për ndryshe ka dhe te pjesa hunës kam pak ma shumë problem, se jo çdo hunë është e njëjtë. Jo çdo formë hunës është e njëjtë. Jo çdo hunë i ka capillary veins të njëjtë. Kështu që jo çdo herë muj me bënë hunën venin sikur fotoja që ma bjen ti. A dhe që se dënë ti, a dhe që se du une, nuk është çdo herë na ku kem qef. Ku është e lejushme, ku une nuk dëmtoj sen të pjesa jote e brendshme e veshit. Që se flasëm për kana shëndetësore, çdo herë shkoj me death piercing ose migrena piercing, që ndikon shumë të shumica personave që kanë dhimbje koke. Po çdo herë të referu atyne që janë diagnostifikum me migrenë.
sepse mas ndej munden me lënë keq kuptime se unë e bona për dhimbje koke, për nuk ndikaj. Ndikon vetëm atëherë ku ti je me vuajtje nga migrena. Ndërsa, diçka ma që po përdoret shumë, është i thjesht, është i bukur, është elegant, është rock edhe flat piercing. Nxjerrim pjesën e veshit man pa, po ja japin shkëlqimin si me flokë të mbyllura, si të më të hapura. Për këtë arsye janë piercingat që për momenten edhe mu po më pëlqejnë. Edhe diçka që kam e pruar si në treg, që shumica që bojnë piercing nuk e kanë vetën, çdo herë edhe unë jam ku marr pjesën e jashtme të Evropës, domethënë, në treg shumë shpejt ka me ardh Itas Piercing Spray Aftercare, që është spray për pastrimin e piercingave, për përkujdesin e piercingave. U kanë sani që klientët e me e kanë lypë mas shumëti. Çka me ble one që mu përkujdes për piercing? Kështu që, shumë shpejt surpriza ka marrë spray Piercing Aftercare, që është brandi jami, e kom prodhu vet, e kom testu vet, edhe shpresoj që mi u pëlqy këtë gjithë klientëve. Kom dash me qenë sa ma pranishme, sa ma afër klientëve, që mos me pas problem me gjetjen ose me blerjen e vendve ndryshme, kështu që tash tutje keni edhe këtë mundësi.